dikon më tepër se gjysmë shekulli jam i përfshirë në sport. Unë besoj se i tërë komuniteti sportit dhe jo vetëm, janë bindur në kongullsin time, janë bindur në qasjen time strategjike për të ardhur deri te realizimi i një objektivi strategjik. Për shkak të pagave t'ulta, kemi një shkapërderdhje të rive tanë që lypin fatin e tyre jashtë kufive të Kosovës. Po ashtu, në fokusin tim, do t'jenë kategoritë e dalura nga lufta. Kemi të bëjmë me veteranët të luftës, kemi të bëjmë me njerëzit të cilët janë plagosur, pra janë invalid të luftës. Unë jam Besim Hasani, kam qenë president i Komitetit Olimpik për 25 vite, tash jam president deri, por jam ekonomisti diplomuar, kam edhe një master ekzekutiv për menaxhimin strategjik të organizatave sportive, por kam punuar edhe në arsim një 6 vite. Mund të na shëllosh në pika me të zgjeruara? Me që ma shumë më njohën nga sporti, të thotë dikon më tepër se gjysmë shekulli jam i përfshirë në sport. Në fillim si sportist jam marrë me karate dhe me ping-pong, por karateja ka qenë dashuria ime më e madhe. Pastaj kam qenë si trajner, si refer, por edhe si lider i sportit, si që thash më herët për 25 vite, në krye të Komitetit Olimpik dhe në krye të një ekipi i cili e ka ndërkombëtarizuar sportin dhe falë kësaj, pastaj kemi edhe njohjen e të gjitha federatave tjera, por edhe lejimin e pjesëmarrjes së sportistëve në lojrat olimpike. Cili ka qenë ai kontributi juaj në këtë drejtim, në njohjen e Kosovës nga Komiteti Olimpik? Në fillim, qysh nga viti 1993, e kemi bërë ndërkombëtarizimin e karates më së pari dhe karateja nën kushtet e ekipimit ka marrë pjesë në shumë turne të hapura dhe në kupa botërore. Ka me qindra fëmijë dhe të rinj të cilët në atë botë kur ishin hermetikisht të mbyllur kufit e sportit për Kosovën në karate merrnin pjesë, madje ka edhe shumë prej tyre që kanë marrë medalje. Pastaj në vitin 1996 isha ndër dy të propozuar si kandidat e mundshëm për ta udhëhequr Komitetin Olimpik të Kosovës, shkuam në zgjedhje, i fitova zgjedhjet dhe pastaj për 25 vite ka pas çdo 4 vite zgjedhje dhe i kam kryer 6 mandate. Nga sporti në politikë, çfarë ju shtyu te futeni në politikë pikërisht në këtë periudhë? Po pikërisht përvoja në sport, përvoja në ndërkombëtarizimin e sportit që don një diplomaci të sofistikuar, don kontakte të jashtëzakonshme me njerëz, don edhe shumë të shpeshta, edhe kryesisht me njerëzit vendimarrës. Domethënë është një përvojë jashtëzakonshme sepse ata duhej bindur që ta pranojnë Komitetin Olimpik të Kosovës, pa qenë shteti i Kosovës i antarësuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Dhe kjo ishte një sfidë jashtëzakonshme, por ja që ekipi im në krye me mua ja doli. A do t'jeni po kaq bindës edhe tek votuesit që të ju votojnë juve si deputet i Kuvendit Kosovës? Unë besoj se i tërë komuniteti sportit dhe jo vetëm, janë bindur në kongullsin time, janë bindur në qasjen time strategjike për të ardhur deri te realizimi i një objektivi strategjik. Dhe jam i bindur se ata do besojnë se unë po ashtu do t'jem një vlerë e shtuar në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Cili do t'jetë roli juaj ose zëri juaj që do të ngritni në rast se zgjidheni deputet në Kuvendin e Kosovës? Do nisim nga ajo ku e kam përvojën më të madhe, do thotë në diplomacinë sportive dhe normalisht që në fokusin tim do t'jenë sportistët, respektivisht komuniteti i sportit, pastaj komuniteti
e arsimtarëve, sidomos atyre të cilët kanë punuar në rrethanat më të vështira, në tytat e regjimit sërb, kur nuk janë paguar as në mënyrë adekuate, duhet të kenë një trajtim besoj të veçantë përtej asaj që t'ju lejohet vetëm t'ju pranohet ai stazhi. Unë besoj se duhet gjendet një formë kompenzimit gjithë asaj sakrificës që kanë bërë këta. Pastaj në fokus do t'jenë edhe bizneset, sepse ata ballafaqohen tash me vështirësi të jashtëzakonshme. Ju po e shihni për shkak të pagave të ulta, kemi një shkapërderdhje të rive tonë që lypin fatin e tyre jashtë kufive të Kosovës. Prandaj edhe programi i partisë tonë është që më njëherë pagat të rriten për 50%, tulen çmimet dhe të rregullohet mirëqenia e qytetarëve të Kosovës. Po ashtu, në fokusin tim, do t'jenë kategoritë e dalura nga lufta. Kemi të bëjmë me veteranët e luftës, kemi të bëjmë me njerëzit të cilët janë plagosur, pra janë invalid të luftës, por edhe familje që i kanë humbur më të dashurit. Domosdoshmërisht këta ne duhet të përkujdesemi për ta, të bëjmë ligje adekuate, të bëjmë rregulloret adekuate që të trajtohen mirë, të kenë paga për një jetë të dinjitetshme, të themi ashtu, dhe normalisht do të bëj çmos këtë drejtim të shtyj këtë projekt përpara. Të kthehemi pak te politika aktuale që është zhvilluar. Ju keni qenë larg politikës, po besoj që keni parë dhe keni dëgjuar mjaftueshëm. Si e komentoni situatën e krijuar në vend? Normalisht, unë duke qenë në sport, ka qenë e pamundshme me qenë larg politikës në kuptimin e përcjelljes së politikës, sepse nuk kam qenë asnjëherë vendimmarrës, nuk kam qenë asnjëherë në parti politike, por nuk është që nuk e kam përcjellur dhe nuk e kam shiquar çdo gjë në një mënyrë kritike, do të thonë me bërë një vlerësim kritik të krejt situatës, ndoshta edhe në për tërë periudhën e pas luftës, dhe me gjendjen momentale mund të them që nuk jam i kënaqur, sepse kemi një ndarje të madhe të popullit, kemi një prishje të raporteve të mira ndërnjerëzore këtu në vend, por edhe në arenën ndërkombëtare. A duhet me ndodh e kundërta? E kundërta duhet me ndodh sepse ne jemi një shtet i ri, ne kemi nevojë për partner strategjik, ne kemi nevojë për mbështetje dhe të mëtejme, për integrime euroatlantike, prandaj qasja duhet plotësisht të ndryshojë. Ky kurs duhet të ndryshojë. Po pse zgjedhët Partinë Demokratike të Kosovës? Po unë me krerët e kësaj partie kam qenë në periudat kaluara i përfshirë në sport, dhe këta kanë qenë pjesë e ekipit, dhe ofertën që ma bën që të kyqem e shqyrtova me ditë të tëra, konsultova me familje, me miq, dhe përfundimisht vendosa që të kyqem në Partinë Demokratike të Kosovës, dhe ajo që gjeta, ajo që e hasaj të i kaloj pritshmëritë e mia, e pash një sinqeritet, e pritja sikur pak do të ketë ndonjë xhelozi, por sinqerisht ua them, pritshmëritë e mia janë të i kaluar, dhe tani ndihem jashtëzakonisht mirë, ndihem komod dhe i gatshëm me kontribut që t'jemi së bashku dhe t'ecim përpara. Cili është ai mesazhi juaj ndaj, themi kështu, Komitetit Sportit përgjithësi, pse ata duhet të votojnë posaçërisht juve? Edhe sa kam qenë në pozitën e presidentit Komitetit Olimpik të Kosovës, të gjithë i tërë komuniteti i sportit e din angazhimin tim, e din përpjekjen time që së bashku me spektrin qeveritar të bëjmë më të mirën për sportistët, sidomos trajnerët, por edhe për liderët në sport. Sot kemi, do të thotë, ligje dhe rregullore të cilët i dalin hakut sportistit. Kjo, do të thotë, ka ndodhur edhe me shpërblimet që ju akordohen sportistëve kur i arrin medaljet, jo vetëm sportistit, por edhe trajnerit.
të tij apo të saj. Kemi të bëjmë me ato shpërblimet e përhershme që në zhargonin sportiv quhen edhe pensione sportive, por që nuk e atakojnë forma tjera të pensioneve. Pastaj kemi edhe shumë benefite tjera, sidomos ato që dalin nga ligji për sponsorime, një ligj jashtëzakonisht i mirë, i miratuar në Kuvendin e Republikës Kosovës, por gjithsesi me iniciativën e Komitetit Olimpik dhe të aktorëve tjerë në sport. A keni mendu cili ka me qenë plani juaj për rinin, sidomos sportistët të rinj, si në rolin e deputetit, domethënë? Ne do të ndërtojmë objekte sportive të mjaftueshme dhe të përshtatshme që çdo i ri apo e re, por edhe ata që janë në moshën e shtyr të kenë qasje në objekte sportive. Do thotë, ky do të jetë një qëllim afatgjatë, por që fillon me hapin e parë dhe do të jemi të kënaqur vetëm në kohën kur çdo person që don të merret me sport ka hapësira, qoftë në ato hapësirat e jashtme, qoftë në hapësirat e mbyllura për të marrë në mënyrë rekreative, po pse jo edhe ata të cilët duan që të merren me sportin elitar. Sportistët e dinë që na punojmë me projekte strategjike, me planifikojmë strategjikisht, mendojmë strategjikisht edhe i realizojmë të gjitha objektivat strategjike.